Në kuadër të ditës së rinisë dioqezane, Arqibeshkëvia Shkodër Pult ka organizuar aktivitetin me temë "E shikoj me mëshirë dhe e thirrri". I pranishëm në këtë aktivitet mjaft të rëndësishëm ka qenë edhe arqipeshkvi im Zot Angelo Masafra, i cili foli rreth qëllimit të këtij aktiviteti. Ju duke bërë ditë rinore me një tonë ndryshe si vjetë. Domethënë duke qenë se jemi në vitin jubilare e mëshirës, ju duke përjetuar të rinjve famullive tona këtë përvojë që të vinë në katedrale, të hyjnë nga dera e shenjtë, një përvojë vëllazërie, një përvojë feste, një përvojë përqafimi, sepse ati na pretë për të përqafua, për të na farë dhe për të thënë shkoni në botë, për të qenë tharë me jetës, për të angazhu, për të qenë qytetarët e mirë e krishterët e mirë. Ky është qëllimi e kësaj dite. Gjithashtu im Zot Masafra theksoi se ky vit është një vit ku besimtarët duhet të marrin mëshirë nga Zoti për t'ia dhënë të tjerëve. Sot nuk mund të mos u përmend se përveçse duke shkuar në udhëtim të veçantë në Lesbo, në një këtë ishull ku janë grumuar shumë njerëzit të emigrantë që presin një farë fatin që njerëzit e botë do të vendosin. Do të thënë është një vit ku ne do të marrim nga Zoti mëshirë për të dhënë të tjerëve. Të gjithë kemi nevojë për mëshirë, të gjithë. Në gjërat të thjeshtë, në gjërat të mëdha. Për këtë të pranojmë këtë mesazh i Papa Franceskut, këtë vit i shenjtë që duke përjetuar, e Zoti na ndihmoft të gjithëve. Të grumbulluar nga zona të ndryshme të qytetit dhe të fshatrave, të rinjt janë bashkuar ditës dioqezane të tyre. Tema e këtij viti është përzgjedhur "E shikoj me mëshirë dhe e thirrri", për t'i ftuar të rinjt në lutje të përbashkëta, ndërsa në qendër të takimit ishte viti i mëshirës, i shpallur nga Papa Francesku, shenjtërimi i Nën Terezës dhe lumturimi i martirëve të Thes, dy ngjarje të mëdha për Kishën Katolike dhe kombin shqiptar.